për lëvizjen vetëvendosje. Partia Demokratike ka humb 47.000 vota, 135.000 vota i ka humb ose nuk i ka marrë lëvizja vetëvendosje. E ka rujt pragën Aleanca dhe ka një rritje për PDK-n është edhe diçka shumë e rëndë se ka humb vota si me thonë bastionet e veta, Ndrenas. Jo, në po thamë efekt. Mitrovic 70% apo se disa i pat sakt nga se Kalrina. 60%. Çka kishin dalë, po të kishin marrë pjesë në këtë, se këta që kanë mungu në votime, këta domethënë nuk janë bind në pralla, nuk jenë bindë në mashtrim dhe nuk jenë nështruar rishfetit publik për 100 euro. Zëti Smakicim, nuk e dinë sakt arsyeja pse nuk kanë dalë. A janë, mbasi kanë mujtë me qenë zhgënjime me partitë opozitore. Po dhe, po janë zhgënjime për dëkën, 47.000. E vërtet, e vërtet. Hamza tha, kam humbur vota Andrenic, pra. Po du me pak me full pak edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, edhe LDK-ja, si me thonë, nuk e arriti ato synime që i patë, se Ardhe Avjosa Osmanit në perceptimin e simpatizantëve të DDK-s, do më thonë, shumë ata dhe që kanë me sfidu direkt Albin Kurti. Kosova e vërtet, dhe vedia ma e lartë qytetare është e këtyre që s'kanë votu që për thoi, na nuk merrem me këta që nuk na qojnë. Ashtë bashkimi Evropian, Unë mendoj, ndërrumë avokat që është gabim që mendoj, se kur kje alternativa, pëse mos me dalë me votu? Po kërkohet një frymë e re, një parti e re politike. Po ku mi marë ata tri, se është problem të Qysh do të qenë ndryshe qytetari pjesë e vendimmarrjes nëse jonë zgjedhje. Sistemi aktual i ndërtimit shtetit tonë është veç me votë. Veç këshuri ku ka rritë Kosova. Me 43%, qka kemi? Sula, Defa, Kusia, Kazana, pra Kosova nuk ka nevoj për Sula, për qytetia, për Kusia. Ka nevoj për programe, për platformat e cilat nuk i pomë. Pra, patëm mashtrim publik me rishfet, të 100 euro për plesh dhe për studenta dhe për sektorin privat, kënëse për punëtor, dhe patëm një prezentim apo një opozit shumë të lodhër, shumë të zbevër, e cila ndështua. Rezultatet për të regojnë një diçka tjetër, që dhe më thonë qytetare, se më thonë e ka aprovu që të loj politike të kësaj qeveri. Qka na vynë 2021 në ditë dhe logikën që është krizë financiare, ka pas familje që ka përfitu 500 euro, në base edhe ka ndiku në perceptimin e tyre ose në qëndrimin, vendimin e tyre për me votu një partit saktume. Nuk do duhet kishtë me ndodhë normalisht. Shpëtu nga diktatura. Për diktaturë është pak... Nuk ka premtu prokurori o zëtri. Ka thonë, Lerimi Sufit shoj e zyren se ka me maru prokurori 3. Dhe si kur të fiton të 60%, të ta bënde prokurorin e vete. Pra ndaj nga shpëtoj kjo mungesa e votimit. Pra, qytetarë të thanë jo. Nuk e dojmë një Kosovë. Këshilli prokurori është i ndonë prej... Po që është ka premtu në... Po, ai ka premtu. Paka shumë.